Pas përfundimit të dy fazave të kampionatit të rregullt, Federata Shqiptare e Basketbollit ka nisur ndeshjet e play-offit për të përcaktuar ekipin kampion për sezonin sportiv 2025-2026. Ndeshjen e parë çerek-finale vllaznia e zhvilloi në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi përballë ekipit të Teutës së Durrësit. Edhe pse kundërshtari ka qenë ndër vite një rival i denj, madje jo shumë kohë më parë fitoi në Shkodër në ndeshjen e kupës, në këtë përballje të parë të play-offit, Kuqeblut e drejtuar nga Eni Llazani dominuan plotësisht duke triumfuar me rezultatin e thellë 93-48 që nga minuta e parë deri në fund të takimit, Kuqeblut ruajtën e përsin. Perioda e parë u mbyll 18-12, e dyta 18-13, ku pushimi mes pjesëve shkoi në avantazhin 36-25. Shkëputja vendimtare do të vinte në periudhën e tretë, ku vllaznia fiton binjshëm 31-6. Me të njëjtin ritëm vijon edhe perioda e katërt, ku pavarësisht aktivizimit të lojtarëve të rinj, vllaznia fitoi sërish 26-17, duke vulosur rezultatin përfundimtar me një diferencë prej 45 pikësh. Mas ndeshjes fundit djemt e kanë një fije më shumë përgjegjësinë e ndeshjes ndaj Teutës, sepse patëm vështirësi realisht ndeshjen e fundit në Durrës, sidomos në periudhën e tretë, që duam shumë në mbrojtje. Mendoj që sot kena dalë në fushë me një karakter tjetër, me një dëshirë tjetër për të luftuar. Dhe besoj u duk. Kena një ndeshje shumë të vështirë, që do e luajmë shtunën në Durrës, dhe shpresoj që skuadrat dalin në fushë me këtë lloj karakterit që kishte sot. Mos marrin asnjë gjë si të mirëkenën dhe luftojmë për çdo top siç luftojmë sot. Me afër kualifikimit profesor? Ne jemi në play-off, jena kualifikuar. Jo, Teuta. Tash jena një ndeshje përpara, por është shumë kollaj me të rrshit kama, sepse kush fiton dy ndeshje është. Besoj që djemt i kena të karikuar dhe gati për me dhanë më të mirën e tyre. Ndeshja e dy çerek-finale mes Teutës dhe Vllaznisë do të luhet në fundjavë në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës. Në rast fitore, vllaznia siguron kualifikimin në gjysmëfinale, ndërsa nëse fiton Teuta, sipas rregullores së Federatës së Basketbollit, do të zhvillohet një ndeshje e tretë vendimtare në Shkodër.